Replik. Tani se nuk e kuptova mirë, hapni celularin, tha Niko, dhe shikoni të dhënat se janë më mirë se qishit. Jo, të dëgjova me shumë kujdes. 2 gjëra përsa i përket procesit integrimit me qënë se më thritet 2 herë. E para, në 12 vite keni ndetur në të njëjtin pozicion. Tani thua për 3 muaj do bëjmë atë që s'bëm dot për 12 vite. Haroje Niko. Haroje, së pari herë se janë hapur 2, po janë hapur më shumë, po nuk ka lidhje sa klastera janë hapur, rëndësi ka se sa ke avancuar me zgjedhjet që ju organizoni, me mungesën e institucioneve demokratike, me mungesën e zbatimit vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe me shumë probleme tjera që keni ke grup kapitulli i parë që sapo përmende, haroje se këtu mbyllet grup kapitulli i parë. Testi për Shqipërinë janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Partia Demokratike e nisi këtë proces, Partia Demokratike ka për ta përfunduar antarësimin e Shqipërisë në BE, ashtu siç bëri dhe liberalizimin e vizave, ashtu siç bëri dhe antarësimin NATO. Shqiptarët e kanë parë në 12 vite çka keni bërë, aq do bëni, 0, sa që keni bërë këto 12 vite. Faleminderit.